Faleminderit. Dhe po e fillojmë, zotëri Islami, direkt me ju këtë bisedë. Realisht më interesant të di më shumë për këto rafalet. Po e fillojmë kështu në zjarë bisedën. Ka ndonjë sistem mbrojtës dikush në Ballkan që mund t'i ndajë rafalet? Alo? Po, ju dëgjojmë. Okej. Është interesant të... Sepse gjenerata e fundit, zotëri Islami, thuhet se janë të pakapshëm nga sistemet e radarëve të cilët janë të vendosur në Ballkan. Cili është opinioni juaj? Serbia e ka një armë që nuk e shah askush. Para duhet të theksoj është se avionët luftarak Rafale janë gjenerate e sofistikuar e aeroplanëve sulmues të cilët mund të përdoren në çdo pozita dhe jenë edhe aeroplan bombardues, por edhe mbrojtës kundër aeroplanëve të tjerë. Prandaj, këta aeroplan i posedon në rajonin e Ballkanit Kroacia dhe si balancim i kësaj kërkese, si balancim i kësaj Serbia kishte kërkuar vitin e kaluar që të ketë në posedim në flotën e vet ajrore këta avion. Dhe kur kitë parasysh që Serbia në vazhdimsi është armatos me armatim sulmues e jo mbrojtës, sikurse vendet e tjera të rajonit, duke filluar nga Shqipëria, Maqedonia, Kroacia dhe Kosova, por gjitha këto vende i kanë synim që të kenë një armatim mbrojtës, ndërsa Serbia është e kundërta. Dhe në kuadër të armatimit sulmues, pra dëshiron që të posedojë edhe këta avionë pra Rafale. Dhe dihet mirëfilli që në 2 vitet e fundit industria ushtarake, jo vetëm në Evropë, por në botë është zhvilluar dhe tendenca edhe e Kosovës dhe Shqipërisë që të fillojë me prodhimin e fabrikave të armatimit është sepse bota është ka shkon drejt një lufte. E qartë, ajo nuk vjet në diskutim se ne shohim edhe mobilizimin, por ajo që në fakt duket të jetë e çuditshme, Korab, është fakti se natyrisht një shtet i caktuar duhet të plotësojë disa kushte që më pas ta zëm Franca, Gjermania, në të ardhmen Amerika të shes armatim. Këtë e bëri Franca, ja dha kontratën për Rafale, dhe në anën tjetër po jep edhe kredin nga bankat franceze, dhe kjo është një përkthjelje sa s'ka më, Korab. Kjo vetëm se e dokumenton tutje aleancën historike të Francës me Serbinë në Ballkan, që nuk është vetëm në këtë shekull, po ka vazhduar, ka qenë shumë e vjetër kjo aleancë. Shërbimet që i ka bërë Franca Serbisë janë shërbime tepër të çmuara. Në vitet e fundit, konkretisht në luftën e Bosnjës dhe atë të Kosovës, ndihma franceze ka qenë e dukshme, në qoftë se ju kujtohet në bombardimet në kohën kur po bëheshin gati bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë, ishin qenë agent dhe oficial francez, ata që informonin Slobodan Miloševićin për planet dhe kohën e sulmit të NATO-s. Kjo që bën Franca në dobi të Serbisë është vazhdim i asaj tradite, por këtu dalin në skenë edhe disa komplikacione të tjera të cilat ja vlen të diskutohen. Ngjarja e parë që i vlen të diskutohet është se si lejohet një shteti armik të NATO-s, i cili nuk e ka ndruar ende doktrinën ushtarake ndaj NATO-s, ti jepen armatimet të modelit perëndimor. Se u dhan atëre? A është kjo një tentativë për të larguar nga migurës? A është kështu për të shkputur njerë? Unë e shoh si një kamuflim të Serbisë ose si një metodë mashtrimi ndaj perëndimit, që duke blerë armë të prodhimit të NATO-s gjoja po afrohet me perëndimin. Kemi një diplomaci aktive amerikane dhe europiane në drejtim të Serbisë që ajo të kaloj në bllokun perëndimor. Miku rus, por natyrisht dhe tentativës apo afrimit që Evropa do t'i bëjë në fakt Serbisë për të larguar nga prodhimet ruse. Softa është, a mund të qëndroj kjo që kjo është më pas ja krijojnë kushtet, ja japin edhe kredin dhe gjitha këto në mënyrë që ta largojnë nga tikimi rus? Softa, përshëndetje, natyrisht mirë se vjen.
Jehona. Jam tek zoti Softa. Përshëndetje. Mirë se vjen program. Softa, ishte natyrisht duke folur për këtë që sapo është zyrtarizuar, për post që ja ka dhënë pra Rafellet, në anën tjetër po ja mundson edhe kredit nga bankat franceze. A është kjo një tentativë e perëndimit për të larguar Serbinë nga Rusia? Para se të analizojmë nëse ka interes perëndimi nga largimi, Franca drejt për drejt ka interesin e saj ekonomik. Sigurisht që Franca është interesuar që të spostoj interesat ose influencat ruse, kineze, të cilët janë në rajon prezent, për të pasur më shumë, qoftë edhe duke qenë një negociatore, për të mbajtur një lloj ekuilibri në rajonin ballkanik. Franca ka këtë interes. Dhe kjo është arsyeja që afroi ose Serbia kërkoi blerjen e avionëve dhe ofroi mundësinë që nëpërmjet kredive të bankave të jepet mundësia ta ndihmojë atë në mënyrë financiare indirekte, gjë që do ketë një varësi. Republika e Serbisë do të jetë në varësi të anës ekonomike sikurse është Franca. Të njëjtën gjë bëri Kina me Malinezi, e cila mbajti varësi, të njëjtën gjë bëri Kina me Greqinë në raport kur momentin e mori të marrjes së portit kur ai ishte në vështirësi. Të njëjtën gjë po bën sot Franca që të ketë një dominancë ekonomike në rajon, në veçanti në Serbi, duke qenë se Serbia ka një rëndësi të veçantë midis marrëdhënies lindje-perëndim. E qartë në fakt, por megjithatë Korabi më shumë vë theksin tek raportet, aleancat e dikurshme që sipas tij kanë qenë edhe gjatë luftës në Kosovë dhe natyrisht ne shohim një Francë e cila në diskursin ndërkombëtar e përgdhel Serbinë. Po Franca nuk ka qenë ndonjëherë shumë dashamirëse ndaj shqiptarëve në tërësi, por ka një ndryshim të politikave të saj, kryesisht afrimit me Shqipërinë, sigurisht edhe interesi saj për të qenë një lloj ekuilibruese në hapësirën ballkanike, duke menduar që ky treg i madh ballkanik do të jetë në interes të Bashkimit Evropian dhe Franca nxiton nëpërmjet tregtisë së saj të armëve të ketë mundësi të fillojë të bëjë dominancën e saj të kontrollit ekonomik të rajonit, duke tentuar ndaj Serbisë kryesisht sepse Serbia është më shumë interesuar për të ndryshuar teknologjinë, meqense vazhdon të ketë dhe të dominojë ajo teknologji kineze dhe ruse që ajo ka. Por cila zotri Softa mbetet Serbia ka interes të ndryshojë teknologjinë për shkak të ruajtjes së ekuilibrit ushtarak, sepse disa vende të tjera kanë marrë dhe vazhdojnë marrin armatim si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe nga vende të tjera. Por zotri Softa, cila është garancia që Serbia nuk do t'i përdorë nesër në rast të një eskalimi të situatës pikërisht rafallet kundër bazave të NATO-s? Sigurisht kjo është një pyetje shumë e drejtë, sepse vende të tilla djallëzore, të cilët në vetvete nuk kanë diplomacinë, po kanë parimin e ëndrrës tyre për zmadhim dhe rikthim të territoreve të cilët ajo i ka pas pretenduar, dhe këto mund të jenë shumë të rrezikshme që ata vërtet mund të kthehen dhe mund të përdoren. Dhe fakti që ekziston një mundësi e tillë, a do të thotë se mbase mund të kemi një marrëveshje propagandyrëve apo propagandyrëve të mbyllura në mes të Serbisë dhe Evropës dhe tashmë çështja e kohës së saj vetëm ka marrë fund? Unë mendoj që Serbia është në vështirësi dhe në veçanti udhëheqësit tyre ka një lloj disekuilibri të mënyrës së sjelljes së tij në raport me problematikat që ka. E qartë. Dhe ndalim ana ekonomike e ka çuar atë drejt Europës sepse ai nuk ka rrugë dalje në raport me ekonominë që ai ka. Po, dhe ndalemi në këtë pikë, një aleat i ri apo një mashtrim? Serbia vazhdon politikën e vjetër të Jugosllavisë të qëndrimit liberal ndaj të dy bloqeve. Në këtë kuptim, domethënë kemi pasur edhe lëvizjet e fundit politike dhe diplomatike të Serbisë, të cilat janë mbajtur lidhjet me Rusinë, por kanë tentuar të lidhen edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vlen të theksohet se një pjesë e madhe e shitjeve dhe furnizimeve të armatimeve serbe kanë shkuar edhe në Ukrainë, në ushtrinë ukrainase, e cila realisht i përdor ato kundër Rusisë, por në anën tjetër, domethënë, kemi edhe një zhvillim tepër të rëndësishëm, të cilin kohëve të fundit e ka dhënë edhe mediumi Reuters, ku ka botuar një raport për 47 miliarder rus të cilët kanë zbarkuar në Serbi me qëndrimin dhe me investimet të tyre, duke i shtuar edhe rreth 30.000 milioner
po ashtu edhe një shifër të banorëve të cilët momentalisht banojnë, domethënë në Serbi, që përmend një shifër rreth 400.000 rus. Në këtë kuptim, Serbia nuk është që mund të lëviz lehtë edhe me një lehtësi ose me një vendim ad hoc që të kaloj në bllokun perëndimor, ose sepse janë mekanizma të tjerë të cilën ato tentojnë ta mbajnë aty. Dhe jo rastisht i përmendëm këta miliarder të cilët kanë zbarkuar në Serbi, dhe sipas raportit të Reuters janë edhe 4 të tjerë të cilët tani më kanë marrë shtëtsinë serbe. I përmendi miliarderët për arsye se të qenit miliarder në shtetin e Rusisë ka të bëjë drejt për drejt me lidhjen tepër të ngushtë me shtetin rus. Prandaj këta miliarder të Rusisë. Dhe duke marrë parasysh këtë lëvizje, rrezikohet situata sociale. Janë mekanizëm i shtetit rus i cili vjen domethënë drejt për drejt edhe infiltrohet drejt për drejt brenda shtetit serb. Shtuar edhe traditën domethënë të gjithmonshme që populli serb e ka mbajtur lidhjen me Rusinë, po ashtu edhe kisha serbe që e kemi parë edhe lëvizjet e fundit domethënë të drejtuesit të kishës ortodokse serbe në takim drejt për drejt me Putinin dhe me drejtuesin e kishës ortodokse ruse. Po, tash ushtrua këtu si pyetje natyrisht shumë e rëndësishme, Korab. E para, nëse Franca i paguan vetëm një farë forme, sepse po jep kredit nga bankat franceze për Serbinë, a ka të drejtë Serbia e në këtu legjitimisht janë të Serbisë apo janë të Francës? Në realitet parat do të jenë të Serbisë, kredia është nga bankat mund të zgjidhet nga bankat e Francës, nuk ka një problematik. Por kushtet do të jenë sigurisht të favorshme, se ka të bëjë edhe me kushte. Por ka një problematik tjetër. Çfarë në realitet tregojnë 12 avion Rafale, të cilët në shpjegimin ushtarak nuk janë avion të cilët përdoren për mbrojtje, por janë avion ofenziv, domethënë përdoren për sulme. 12 avion bombardues Rafale që konsiderohen ndër më të mirë në Evropë, janë një skuadrilë e rrezikshme për të gjitha vendet e Ballkanit, të cilat nuk kanë një teknologji. A mund të jenë të rrezikshme edhe për bondstillin për shembull? Për bondstillin nuk mendoj që mund të jenë të rrezikshme, sepse shteti amerikan është prapa bondstillit, por në një lëvizje ose në një vakum. Kuptimin teknik, mund të ndalë ato bondstili? Nuk kam informacion se çfarë është vendosur në bondstill dhe nuk di në realitet në qoftë se ka një kundërajror ose diçka tjetër. Çështja kryesore që duhet me diskutuar në këtë temë është Franca ka edhe një aleancë strategjike me Greqinë në kuadër të NATO-s për t'ju kundërvënë interesave turke. Domethënë, të dyja janë shtete, të trija janë shtete të NATO-s, edhe Turqia, edhe Greqia, edhe Franca, por brenda këtij partneriteti ka edhe një aleancë me Greqinë kundër interesave turke. E qartë, dhe kur jemi të këto aleancat, së fundi edhe Kosova e krijoi një aleancë së bashku me Kroacinë dhe Shqipërinë, diçka që nuk u mirëprit nga Serbia. Zotri Islami, me të drejtë zotri Korabi e ngriti këtë çështje, pra kjo ngritja e aleancave brenda aleancës euroatlantike. Pse ndodhin këto gjëra në këtë moment? Apo e humb NATO funksionimin e saj? Korabi në fillim të prononcimit të tij e dha një shpjegim briljant ku e theksoi se Franca nga përfundimi i luftës në Kosovë e ka humbur influencën në Ballkan. Përpjekja e saj përmes Rumanisë që të ketë influencën në Ballkan ka dështuar dhe prap ka filluar që të kthehet Serbisë, ku Serbinë kishte një aleat tradicional. Sepse tash dihet me fillë se në Ballkanin Perëndimor influencë të madhe ka Anglia, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj Franca e ndjen veten të vetmuar ose jashtë loje, ku Ballkani me që konsiderohet si vend i rrezikshëm dhe vend bombe kurdisur e ka humbur primatin e vet dhe nuk ka mis. Dhe shitja e këtyre avionëve Rafael pra Serbisë Dhe çështja në këtë moment është Franca, a do të punoj kundër partnerëve dhe investimeve të partnerëve të saj strategjik, vetëm që dihet e vetmuar në Ballkan? Jo, Krone, nuk është se punon kundër interesa strategjike të partnerëve të vet që i kanë në kuadër të Bashkimit Evropian
dhe ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës, mirë po vetën nuk e gjen në tavolinën e bisedimeve rreth vendimorjeve. Prandaj tendenca e saj që të ketë një rol më aktiv në Ballkanin Perëndimor ka bërë që praktik kthehet Apo, zotë Islami, nëse shohim nga një optik tjetër, mos vallë Franca vazhdon, nuk ka ndryshime në qëndrimit e saj, por ideja është që Serbis po i kushton shumë shtrejt blerja qetësisë me Evropën. Pra investon në aeroplan të cilat në fund të fundit nuk mund t'i përdorë sipas dëshirës. Po e ka futur vetëm në burgje për të blerë paqen me Evropën. Serbia edhe ashtu është në burgje. Por nuk duhet harruar se presidenti Vučić dhe qeveria e tij përpiqen që ta luajnë rolin e ish Jugosllavis kinë një vend i pa inkuadruar dhe përpiqet që të përfitojnë nga perëndimi dhe nga lindja. Dhe duhet të theksoj se duke pas parasysh që në Rusi dhe në Serbi peshë të madhe dhe të padiskutueshme ka kisha serbe, Vučići dhe varësit e tij janë të mvarur 100% nga Rusia, pavarësisht tendencave dhe që të rregullojnë marrëdhënie, të mbajnë një lloj marrëdhënie me Bashkinë Ndërkombëtare, sepse kisha serbe është në gjendje sa herë të doj të arrëzojë nga pushteti Vučićin dhe Rusia përmes kishës serbe mund ta arrëzojë, mund ta ekzekutojë dhe gjithë atë bëjë. Prandaj Vučići është i mvarur tërësisht nga politikat e Rusisë. Këto blerjet, ky armatim është që të blen nga të dy anët, qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi dhe ta marrë një çështje të balancuar dhe përpiqet që të jetë një lider në Ballkan. E qartë. Fjalët tek alianca mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë është një balancim. Pra, edhe një herë, Serbia po forcohet për faktin se i trembet aliancës apo marrëveshjes trilaterale. Pa dyshim. Korapi nuk pajtohet me këtë. Korapi nuk pajtohet, por ne shohim Korap në Kroacisë si një superfuqi këtu në realitet. Lutem jehona ta përfundoj fjalimin e mandej mund t'ja për fjalën. Po, zotëri Islami, dëgjom, nuk është kjo natyrisht një ndërprerje fjalë, është një bashkëbisedim sepse kur ka një reagim ndryshe ka dikush tjetër duam të dëgjojmë. Vetëm ta përfundoj fjalimin. E kuptoj, po, na drejt në aspekt okay. Absolutisht, tani s'ka problem me shon korab dhe s'ku të qoftë. Vetëm ta përfundoj fjalimin që mos fundet kuptimi. Pra vetë krijimi i aleancës Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci, pra janë 3 shtete të cilat në raport edhe me pozitën gjeopolitike dhe gjeostrategjike, por edhe me armatimin që posedojnë këto 3 vende, bëhet neutralizimi i armatimit të cilit e posedon Serbia dhe një farforme rrim kështu në pasje sepse në rregull jemi. Vetëm na dëgjoj dhe Korabin, sepse kishte një mendim ndryshe. Mund nga këto 3 shtete. Po, Korab? Serbia nuk është në rrugën e duhur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, sepse po të ishte në rrugën e duhur, duhet të hiqte dorë nga politika destruktive ndaj Bosnjës edhe Kosovës në veçanti. Por ajo e vazhdon me ngulm këtë politikë. Gjithashtu do ta kishte pozicionim tjetër ndaj Rusisë. Në Bashkimin Evropian është e qartë që nuk mund të futen shtetet të cilat kanë probleme territoriale të hapura me shtetet të tjera. Prandaj, politika e Serbisë në drejtim të Bashkimit Evropian është politike blerjes së kohës për të parë më mirë ripozicionimet e gjeopolitikës. Në anën e dytë, pse Serbia blen armatime, unë mendoj Serbia blen armatime për t'i përdorur përsëri në një rast të i cili mund të ekspozojë, domethënë, Ballkanin qoftë në një moment të caktuar, të shkurt, apo afrohet ai moment, sepse realisht mund të jemi si derivati një lufte tjetër. Për Kosovën problematika e kësaj armatosje është serioze. Dhe duhet ta trajtojmë është serioze. Duhet ta trajtojmë me motivacion shumë serioz armatosjen masive të Serbisë. Armët e Serbisë, përveç fabrikave të armatimit që prodhon diku deri në 700 milion euro armë të veta në vit dhe bën tregti me këto armë, ajo domethënë blen armë moderne nga Kina, nga Irani dhe së fundi edhe nga Franca. Pra, ajo blen armë të tipit ofanziv. Armët e tipit ofanziv përdoren për të sulmuar dhe nuk përdoren për vetëmbrojtje. Prandaj është shqetësuese për 2 arsye të elementare. E para, Kosovas i mungojnë
armë të cilat mund t'i kundërvijeshin, teknologji që mund t'i kundërvijeshim, domethënë këtyre blerjeve ose teknologji serbe. E dyta, mos antarësimi në NATO përbën një defekt shumë serioz në sigurinë e Kosovës. Dëshiroj ta potencoj shkurt edhe në një luftë të shkurtër, Kosova detyrohet të përballojë para vetë, domethënë një sulm, siç ishte e ngjajshëm domethënë ngjarja në Banjska, ku vetëm policia jonë u përballua dhe nuk kishim reagim në luftime drejt për drejt të KFOR-it. Për këtë arsye, domethënë unë kërkoj që të armatosët FSK-ja me armë të cilat mund t'i kundërvijen, sidomos me radar kundër ajrit. Softa, natyrisht u fol këtu për pavarësinë që Serbia do ta ketë mbi këtë armatim, mbi këtë avion, a do natyrisht siç e do, se kështu janë marrëveshje ndërkombëtare, nuk mund t'i përdorësh sipas dëshirës tënde, dhe meqense nuk mund t'i përdor sipas dëshirës vet, a po futet në borxhe për ta blerë paqen dhe për t'i rregulluar raportet me Francën? Unë e shoh në dy kënd vështrime këtë blerje. E para, ajo kërkon, sikurse edhe ju thatë, të blej paqen, të blej politikisht Europën për të pasur mundësi që të ketë vazhdim të investimeve, sepse mbi 70-80% të fondeve që sot Serbia e ka janë pagesa nga vendet e Bashkimit Evropian. E dyta, teknologjia që ka është e papërshtatshme dhe teknologjia nuk është vetëm blerja, është mirëmbajtja, është kualifikimi i stafit. Ai nuk mund të rrimë mig, normalisht që bota sot po armatoset me shpejtësi, dhe e dyta mund të jetë dhe një lojë sepse këto mjete, të cilët sot janë dhe do të jenë nesër në Serbi, mund të jenë dhe një mënyrë që mund të interesojë Rusisë dhe Kinës për të pasur mundësi për ta marrë këtë lloj teknologjie, sepse është një teknologji e avancuar dhe mund të shërbejë për ta kopjuar apo për ta përdorur ato vetë. Por nuk kalon vetëm me dëshirën e Francës shitja si antare e NATO-s pa marrë një miratim nga vetë NATO. Vërtet ka politika individuale dhe politika komerciale, të cilët i vlejnë dhe i shërbejnë vetëm shtetit francez, por ata nuk mund të shkëputen kurrësi dhe nga vetë interesi i bllokut, ku blloku është dhe do të punojë si vetëm në rastet e çdo agresioni dhe mundësie. E dyta, Franca kërkon të dominojë në industrinë e luftës duke kërkuar tregje, ku një treg ishte dhe kjo, pavarësisht se e kondicionon me dhënien e një kredie e cila do ta krijojë një varësi absolutisht ndaj Francës të vetë Serbisë në zhvillimin e saj që nëse do të ketë në kuadrin e Bashkimit Evropian, por konkurenca do të jetë me Gjermaninë. Gjermania pretendon të jetë një superfuqi në Bashkimin Evropian kryesisht për armatimin. E qartë, por do të jetë shumë interesant të shikojmë se si do të vazhdojnë ngjarjet realisht në mes të Iranit dhe Izraelit, dhe do të jetë shumë interesant të kuptojmë në qoftë se ajo luftë do të hap edhe vatra të reja të luftës në botë. Zotri Softa, ishte shumë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Faleminderit shumë. Gjithashtu, kishim shumë kënaqësi ta kemi edhe zotri Avni Islami. Zotri Islami, faleminderit që ishe në Kosova Today. Se kënaqësi dhe po të më jepën mundësia ta plotësoj menat gjatë sekondave. Patjetër, zotri Islami, jemi krejt në fund, patjetër vazhdoni. Faleminderit. Desha të kyqem tek korabi ku e shpjegoj mjaft mirë tek tendenca e Serbisë për ta sulmuar Kosovën dhe armatosja e saj. Mirë, po unë kam një mendim pak më ndryshe, ku nuk mund të krahasoj sulmin klasik eventual nga ana e ushtrisë serbe në territorin e Kosovës dhe Banjska, sepse Serbia në pamundësi që ta sulmoj Kosovën, të ndërhyjnë brenda territorit të Kosovës me ushtri, është përpjekur që përmes grupeve terroriste e paraushtarake ta sulmoj veriun në Kosovë, sepse me rezolutën e 244 të Këshillit të Sigurimit, forcat e Aleancës Veriatlantike të koduar me emrin KFOR janë në mandatin e saj që ta sigurojnë sovranitetin dhe integritetin territorial brend. Por edhe po e përfundoj, ne edhe pse nuk jemi pjesë e Aleancës Veriatlantike, që synimi jonë janë që të jemi antar të saj me të drejta të plota, Aleancën Veriatlantike e keni brenda Republikës së Kosovës. Faleminderit, faleminderit Jehona e ju përshëndes. Faleminderit shumë, zotri Islami, kënaqësi për herë të kemi program, faleminderit shumë Blakaj, kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit gjithë juve